Shteti i Iranit ka fol prap dje se si po e konsideron seriozisht bombardoi gjirin e Lalzit. Domethënë besojeni ose jo mund të plasen në luftë gjiri i Lalzit kundër shtetit të Iranit. Ishte shumë ide mirë nga ana jone, zemër nëse nuk e dini ne kena strahu opozitën e Iranit, se ishin kështu të kërcënuar nga Irani. E kuptoj, kështu që i kanë vu këtu në Shqipëri. Ishte shumë ide mirë nga ana jone me i pranua, e kuptoj? Sa për i mesazh i Iranit, herë nëse vazhdoni me këto kërcënime do futem unë në zemra do ju bëjnë ai pa bomë. E dyta kisha një mesazh për Ramën. Ore kjo nuk mund të evitohet më zemra. Domethënë sinqerisht po ta them, kam idenë mendje mos po më duket shumë e thjeshtë, domethënë më thuj nëse do që ta fshi këtë video më vonë. Po a nuk i kemi aleat izraelitët? Për të shoh janë, e kuptoj, ngelen të vrah fëmijë. Po që të paktën i kemi aleat njerëzit që po fitojnë dhe po marrin gjithë botën. E kuptoj, me bë avokat në djallit. Kush ka teknologji për gjim, domethënë për surveillance më të mirë, Irani apo Izraeli? Thoni ç'a doni më burr, kupton, nuk bëhet match, nuk krahasohet asnjë me teknologjinë e surveillance që ka Izraeli. Teknologjinë në gjoje, domethënë mendoni se ka hakus Irani që mund të konkurrojnë me Palantirin dhe DARPA-n bashk. Teknologjia izraelite e që futve është si ku po shef magji. Do shkoni kërkoni ose më do shihni gjëra që nuk ju percepto truri që mund të ekzistojnë. Le mo hajt ta bëjmë. Jo më zemra, ka gjëra nga këto që i kanë bërë që në vitet 70. Sa e vështirë do ishte më shpërndaj lajm falso që këto tipat mujahedinët ndihen të kërcënuar. Domethënë Shqipëria duket si zonë vulnerable, ndihen të kërcënuar nga këto kërcënime të Iranit, kështu që po i lëvizim në Amerikë, sipas kërkesës tyre. Mos ka bëj amerikani ka hedh një $20 milion me i strehu këto tipat këtu plus që mund të kena edhe ne bashkë me shtetet evropiane. Mund të jetë një 50 milion total, se nuk e dim totalin. Një plan i tillë me bëj lajm të tillë falso, më duket sikur do kushtonte një 2 milion. Domethënë se e bën ai llogaritë, nuk shko as 10%, domethënë nuk ju mungojnë lekët faljas. Ose s'doni më bë këtë gjë se ju ka shkumenia. Më thonë nëse s'kishte shkumenia, siç thash që të fshi video. Pse nuk e bëni këtë gjë, domethënë? Pse nuk bëni, duhet flasësh me këto pronarin e klanit, pronarin e Top Channel, Vision Plus, të kuptoj që mos ta marrin vesh as shqiptarët vet. Thjesht mbushë me lajme këto po lëvizin nga Shqipëria. E kuptoj? Merr ca kroçere, ca anijet mëdha, domethënë merr ca aviona, edhe thjesht çoj bosh deri në Amerikë, edhe kthim. Prit ca bileta kot, e kuptoj gjas me shkum këto. Mos e nxirr në lajm me fare ku po i çojmë. Thjesht çot anije në Texas. Që hakimet iranianet mendojnë shisa budallish shqiptarët, nuk na e thon ku po i çojnë, po po i çojnë në Amerikë, shumë e qartë. A kupton si double reverse psychology, nuk mund bësh afford në luftë, domethënë të mendosh më tepër se hapi i dytë. Hapi reverse psychology, reverse psychology. Nëse shkon te hapi i tretë, ke shku prapë te hapi i parë. Unë e dije që ti e dije që unë e dije që ti e dije. Dy hapa ka. A kupton ç'do të them? Hapi i katërt është i barabartë me dytin. Thjesht është shumë e thjeshtë, domethënë, po më duket shumë e thjeshtë. Thjesht çoj fundja çoj me anije më, çoj në Amerikë më vërtet dhe silli mbrapsht kur të kthehet anija të veshur si stafi i anijes. A kupton? Merr ca kamera nga këto të DARPA-s, domethënë merr ca kamera izraelite, edhe vej të zona aty, edhe bëj që të tregojnë lupë të njëjtën gjë, vendin bosh. E kupton? Edhe bëj kamera të pa hakume. Më thonë se që kur ti hakoj Iranit mendojnë shiçë idiotash. Këto kamera të pa hakume, i hakum direkt. Por bosh çika. Reverse psychology. Mos gaboj, aty te zona e gjirit Lalzit janë 150 ndërtesa, kanë komunitetin e vet, domethënë, nëse nuk e dini. Merri hidhin tokë një 2-3 nga këto ndërtesat, vetëm një 2, e kupton, ndërtoi prap pastaj, do të kushtoj shumë më pak se 20 milion që hodhet në fillim. Thjesht hidhi një 2 në tokë, edhe thuj pronarit Top Channel-it që mos i thot gjë gazetarëve vet, po thjesht shkoi ta regjistroi këtë gjë. E kupton, ta regjistroi duke ra, edhe nxirren lajme gjithanë, ta marrin vesh shqiptarët e parë, e kupton? Nxirren lajme gjithanë, po shembet me urdhër qeverisë shqiptare me që ato nuk jetojnë më këtu. Tash do përdoret në shërbim të shqiptarëve, sepse ato nuk jetojnë më këtu. A kupton më burrë? Thjesht regjistro diçka më hedh në media dhe thjesht ndërtoi edhe herë nga fillimi. Fundi jetojnë çik më ngushtë. A kupton ç'më i bë? A kuptoni sa e thjesht mund të jetë kjo gjë më burr? Mjafton vetëm një gjë, domethënë është që duhet ta dinë vetëm një 10 veta gjithsej. Pronar të mediave do të duhen, a kupton? Po jo më e marr vesh gazetari vet, se doli lajmi, shkoi arriti në Iran. Kjo mënyrë që po ju them sot është nëse këto duan me ra komplet shkurt dhe mos me ja lëviz vendin fare, thjesht më bë sikur ja lëvizën. Imagjino ta bësh edhe një herë, domethënë ti çosh me nej mollas. E kupton me në zonë pa banuar të Shqipërisë. Nëse i lëviz, bën sikur i çon në Amerikë, po në fakt i çoven mollas. Tregon vetëm pjesën e parë në media. Edhe lejo të regjistrohet vetëm pjesa e parë. E kupton? Pse nuk i çut në Amerikë që në fillim mirë? Imagjino ti çosh më vërtet në Amerikë. E kupton? Në Amerikë jeton një opozit tjetër e Iranit, që quhet Reza Pahlavi, është antar i familjes mbretërore. Me siguri ky do të marrë Iranin, masi të vrasin këto që kanë ndërmend me vrah. Se është gjithçka plan. E kupton? Vetëm shihni çik këtë tipin me qira fjalë. Ky tipi mund të pi cigare në shi, edhe nuk i laget cigaria, se ka hundur si çadër.
E kuptoni vetë besoj ku du me dal. Po që nëse, kupton, puna është më zemër, pse nuk kërcënon në Irani që do të vrasim Rezan, që është në Amerikë? Pse nga që është në Amerikë, kujtoni se do hedhin bomba në Amerikë. Pse si kanë çuar në Amerikë që në fillim këto po i kanë lënë në Shqipëri. Thonin nëse mendoni se po gaboj, mase po i bi shumë shkurt, domethënë po që shumë e thjesht po mduket. Tu thjesht kushton lek si gjithçka tjetër. Këta kanë mush me lajme fallca më burri thot. Këto bombardimet që ndodhen në Dubai të paktën ishin e AI. Si u përmend edhe dia domethënë. Kam pa AI nga të treja palët që u sulmuan. Mase jo të gjitha, kupto, po ca nga këto AI ishin. Nga e tim që janë 99% AI, edhe 1% që i ran vetes. Sa më pas pretekst me shkon luftë, false flag si që në fillim njerëzimit. A kupton, këta kanë mush me lajme false, nuk mund ta bënin këtë gjë. Qofse më thuj më rama, a kupto, se mase po ta fusun si iden meni, nuk ma domeni, a kupto, po nëse vendos me e bë këtë gjë, shqiptarët nuk duhet ta dinë. Kështu që më thuj që të heq videon. Dhe si pyetje të fundit tash. Qofse është kaq e thjesht, pse sa kanë bë akoma? Mase ky është plani që në fillim thoni drejtën e zemër. Do ju plaste trapin nëse bombardohet ajo gjoja në Gjirë të Lalzit e vdesin gjithë iranianët që janë aty, po asnjë shqiptar, asnjë Gjirë Lalzës. Thoni drejtën e zemër, ju plas trapi sinqerisht. Nëse ndodh kjo gjë, edhe nëse nuk vdes asnjë shqiptar, do dilte prapë aty, do thotë në emër të NATO-s, se jemi në NATO, keni godit troje shqiptare. Kjo nuk do harrohet kurrë. Ju mund mos jeni dakord që ky dali ta thotë atë gjë. Ky do dali ta thojë gjithsesi. Çfarë do bëni me zemra? A kupto? Mos është ide më e mirë ana tjetër, mos është plani që në fillim domethënë që këto duan që të sulmohet NATO. Mos ky është një mënyrë me ja bë parasyve. Edhe këto ta kenë kollaj me sulmu që pastaj të futet NATO në luftë përmes nesh. Ne jemi karremi. A kuptoni me zemra? Ky është plani që në fillim se ndryshe do kishin bë këtë lajmin falso. Nuk do e dini të fare ku janë. Mund të jetë çdo gjë të u bota ajo zona e mbyllur të Gjiri i Lalzit. Mund thoni që është ishulli tjetër i Jeffrey Epstein aty, organizata tjetër e pedofilëve. Nga do e dini që janë antarët e politikës iraniane, qofse nuk ja thon lajme. Pse sa kanë bë këtë gjë, se është plan që në fillim, është plan që të futet NATO në luftë e pastaj të futet Rusia në anën e Iranit, bla bla bla. Ne jemi karremi. Si gjë të fundit, qofse kanë ndërmend me thonë që do gjetej në mënyrë Irani me bë hakime, me zbuluar që e kanë bë falso këtë gjë, domethënë, po ju flas të bëjmë mendimin e Izraelit, e kupton? E para domethënë siç u thash nuk krahasohet asnjë gjë me teknologjinë e Izraelit për çfarë do lloj teknologjie, sidomos pastaj për surveillance, për përgjime dhe për krijimin e lajmeve të tilla falsa. Vetëm me këtë punë herën, ju garantoj që mund ta bëjnë këtë gjë. E dyta më zemra, ka spionat Izraelit këtu mrena? Je i çik idiot nëse thu jo, sipas menimit tim. Ka spionat Iranit këtu mrena? Janë goxha më të menaxhueshëm nga spionat e Izraelit që janë këtu mrena. A kuptoni çfarë do të them më burr? Ai kemi aleat për betum. Kërkoja më ramë, pse të vjen marrë? E kupton pse të vjen zor me shku me ja kërku? Ai kemi aleat për betum. Shko kërkoja kaq i gjë më burr. Se është strategjikisht mirë edhe për to. Me luftën nga ana e tyre, është mirë edhe për to. Kërkoja këtë gjë më burr, e kupton? Se menim të mirë kanë për ne edhe na kanë çik borxh, e kupton se i kanë animu. Hajt shif.